Kryeministri Edi Rama foli këtë të diel për zhvillimet më të rëndësishme ekonomike dhe sociale të vendit në episodin e 6 të sezonit të 5 të podcastit Flasim. Ai theksoi disa lajme të javës që sipas tij shënojnë një përparim të dukshëm për qytetarët shqiptar. Një nga njoftimet kryesore ishte rritja e pensioneve, ku pensioni mesatar për qytetarët urban arrin në 400 euro, ndërsa ai rural shkon në 180 euro. Rama theksoi gjithashtu rritjen e pagave, një proces që sipas tij është i shtrirë në të gjithë sektorët. Si më i madh ai se është në rritjen e pagës minimale, e cila do të sigurohet ligjërisht në parlament se do të jetë të paktën 500 euro në muaj duke filluar nga janari vitit të ardhshëm. Kjo ka qenë një javë lajmesh të mira, me kryelajmin për vendosjen e pensioneve në fokusin e mandatit të 4 dhe të angazhimit financiar në buxhetin afatmesëm për të arritur objektivat ambicioz të shpallur paraprakisht kur e kërkuam mandatin e 4, e thëndryshe për quarjen e pensionit mesatar urban i plot në 400 euro dhe të pensionit rural mesatar minimal në 180 euro. Po ashtu, lajmi për pensionet është pasuar nga lajmi për rritjen e pagave, një rritje e konsiderueshme edhe ajo dhe e shtrirë në të gjithë sektorët, por mbi të gjitha e diktuar nga rritja e premtuar e pagës minimale nga janari i vitit që po troket, kur paga minimale në sektorin publik dhe në atë privat, pra kur ligji që do të kalojmë në parlament i buxhetit 2026 të sanksionoj se në Republikën e Shqipërisë nuk do të ketë asnjë pagë nën 500 euro. Gjatë fjalës së tij, kryeministri përmendi gjithashtu edhe mbledhjen e parë mes dy qeverive të Shqipërisë dhe Italisë, një ditë që ai e cilësoi si të veçantë për marrëdhëniet ndërkombëtare të vendit.